E nxehti afrikan si do të ndryshojë temperaturat në ditët në vijim. Meteorologët thonë se tashmë jemi zyrtarisht në periudhën e verës, ku qershori ka nisur me valë të nxehtit afrikan. Në vijim të javës, temperatura do të ulen disi ku vlerat maksimale do të shkojnë deri në 35 gradë Celsius, ndërsa fundjava do të jetë ideale për pushuesit që duan të shkojnë në plazh. Vera ka startuar me temperatura mjaft të larta, muaji qershor që në ditët e para ka nisur me temperatura mjaft të larta deri në 38 gradë Celsius. Kjo vlerë pritet të shënohet përgjithsisht në qarkun e Beratit, në zonat izoluara të Elbasanit dhe Gjirokastrës. Moti pritet të jetë i kthjellët, ndërsa në pjesën e dytë të ditës mund të ketë vranësira. Nga dita e martë e kësaj jave, presim që temperaturat ulen gradualisht dhe ne presim një normalizim të tyre. Nesër do të ketë një rënje të temperaturave ku maksimumi do të jetë 36 gradë, ndërsa në ditët e tjera deri në fundjavë temperaturat maksimale do të jenë 35 gradë. Moti do të jetë i qëndrueshëm në pjesën më të madhe të vendit. E marta dhe mërkura mund të sjellin rrebeshet izoluara shiu në Verilindje dhe Juglindje, më së shumti në zonën e Juglindjes, në zonat e Korçës. Fundjava do të jetë sërish me diell, me temperatura deri në 34 gradë Celsius, thonë meteorologët.